Kombëtarja shqiptare do të përballet sot me Anglinë në transfert për të luajtur ndeshjen e parë kualifikuese të botërorit 2026. Sfida që do të zhvillohet në stadiumin Wembley nis në orën 20:45. Ndërkohë që mediat angleze kanë nisur që të projektojnë dhe hamendësojnë se si mund të luajnë kuqezinjt dhe ajo çka bie në sy është lënia në stol e Armando Brojes, teksa në vend të tij është Ray Manaj. Ndërkohë që anglezët shohin edhe Ernest Muçin si një nga titullarët e mundshëm duke e vendosur në krahun e majtë të sulmit. Për sa i përket mbrojtjes, Alii në krahun e majtë të mbrojtjes me futbollistin e Dinamos që është e vetmja alternativë për atë rol.